Aksi rrugor Librazhd-Pogradec është bllokuar plotësisht për shkak të rrezikut për shembje të urës, si pasojë e përkeqësimit të rrëshqetjes së dheut në zonën Arrat e Gurës, pranë Dragostunjës. Sipas autoriteteve, në këtë segment do të lejohen të kalojnë vetëm ambulancat, mjetet zjarfikse dhe mjetet e policisë së shtetit. Të gjitha kategoritë e tjera të mjeteve do ta kenë të ndaluar qarkullimin deri në një njoftim të dytë. Do formohet letoni, pa që tregon që ajo është aktive edhe në këtë moment që ne po flasim. Kështu që si autoritet jemi të detyruar të bëjmë të bllokimin total tashmë, jo vetëm për mjetet e rënda, të cilin i njoftuam në mëngjes, por edhe për mjetet normale. Spostimi i urës në mëngjes ishte 27 centim, nga kjo anë që ne jemi, ndërkohë që aktualisht është 29 centim. Jemi të detyruar të bllokojmë plotësisht trafikun. Për mjetet e vogla është përcaktuar si rrugë alternative, aksi Maliq-Lozhan-Moglic-Gramsh në drejtim të Tiranës dhe Anasjelltas. Por edhe kjo rrugë dytësore që kalon përmes fshatit Spathar është në gjendje shumë të keqe dhe paraqet vështirësi të mëdha në qarkullim, duke shtuar rrezikun për incidente dhe